طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Vëllezër të nderuar, para 2 dite i sqaruam kushtet e namazit. Kushtet e namazit janë ato kushte para namazit. Para se me hin namaz, që duhet me pas ato kushte, që nëse nuk i kiq ato kushte, ti nuk e hin namaz. Nuk e hin namaz. Për shembull, nëse një person nuk merr abdest, ky nëse hin namaz, thot Allahu Ekber, është namaz? Jo. Përkundër asaj që ti e shohësh që ka hin namaz, se spranohet namazi pa abdest. Istikbal al-qibla, më drejtu kibles, është kusht. Nëse nuk i drejtohesh, nuk të pranohet namazi. Po flasim nëse e din drejtimin dhe kthehesh anash, apo nuk lejohet. Këto janë disa prej kushteve. E sot do të flasim për shtyllat brenda namazit. Domethënë shtyllat brenda namazit. Nëse nuk bëhen çto shtylla, namazi bëhet batil i kot. Për shembull, prej shtyllave të para është qëndrimi nëse ka mundësi. Allahu Ekber në kom, qiyami thënë kësaj, në kom. Wallahu unë s'po du me net në kom. Nëse mundesh dhe s'do me net, s'ki namaz. Nëse s'mundesh, ulesh. Nëse dhe ult nuk mundesh, shtrind. Nëse dhe hiç nuk mundesh me lëviz, me sy. Bile edhe në ecje të ec mundesh më fal. Ama namazin s'bë me lon. Se na i kemi disa musliman në Kosovë në vetë shoh që fal 5 vaktin smuat, 1 javë, 2 javë. Edhe thot janë sahib udhër. Sahib uzri që i thënë turqit. Më thonë që unë jam i arsyetuar, edhe 1 javë, 2 javë jam i smut edhe s'pe fali namazin valla. Këtë rast e ka postu. A e fali namazin? Jo be smuqem, që shpe fali namazin? Mërë ti falo? E mi shtrot pyetja tash vllazni. Nëse një person e ka katetirin, katetiri, dini që futet në organ edhe vetë ju shkon urina, derdhët. Që derdhët, katetiri është qut. Është ajo kesja edhe del. Urina e prish abdestin, apo? E qa me bon tash këy? Qysh mu fal? Thot unë s'po muj mu fal. Thire hoxhën telefon, të kallëzën, a mujsh mu fal, as mujsh mu fal, nëse nuk e din. Mujsh mu fal. Mirë, po para namazit, para gjdo namazit du të me marr abdest, edhe Allahu Ekber, ti peshojsh të dal urina. Nuk ki përgjithsi. S'ki përgjithsi, Allah. Tjetri e ka prostatën, pleq, zakonisht prostatën e kanë, edhe i pik urina. Çka i themi këti? Para namazit, merr abdest, falësh, nëse shkon në WC pas namazit e shih që të ka pik, nuk ki përgjithsi tek Allahu Azza wa Jall. S'ki përgjithsi. Për atë arsye është mirë që imamt hutbet mi majt shkurt. Jo mi majt 50 minuta, 1 saat. Jo Allah unë po du me mush ligjëratën në YouTube me qita aty 1 saat. Jo se je kundërshtim sunetit, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, prej mendjem prekcis imamit është hutbja e shkurt. I mjafton 2-3 këshilla për me kry hutbën. 10-15 minuta mjafton hutbja. Jo ti njerëzit e sidomos plesht për shembull, sunemojnë nevojën Allah. Ka pas raste vallai, ka pas raste në xhami te hoxhallar te na, në Prizren, 50 minuta e ka majt, ka dal xhamati dhe se ka fal xhamon. Ti po bosh sebe po vllaja. Mbaj 10-15 minuta edhe fale namazin që mos më bo i pakujdesshëm, apo. E dyta është tekbiri hyrës. Tekbiri hyrës është shtyllë, vllazni. Pastaj ulemaja kanë thonë, a du të me thonë Allahu Ekber, a du të me thonë një fjalë të Allahut, me rëndësi është çka? Me rëndësi është thjesht me përmend Allahun subhanahu wa taala. Allahu Ekber duhet me thonë që kjo është shtyllë. Po se thoj Allahu Ekber s'ke hin namaz. E pastaj ngritja e durve, a është afër veshëve, a është tek krahërort, nuk ka problem. Ose në krahërort, ose afër veshëve. Mirë po nisa në dine, mi prek vesh zban. S'ka, hadithi është i dopt. Prekja veshëve nuk ka argument.
E ma e keqe është kur I shohim disa gishtat e konve I qenë kështu të nalt, edhe këto kështu, ose kështu që shpo thute, kështu edhe do me thonë sytë nalt I ngrit. Bile pejgamberi sa ka thonë mas rukus nëse ngritesh edhe I qënë nalt që shtu sytë, thot a nuk ka frikë se kam ju verbru sytë, qarë më ju bo sytë, sepse sytë du të me qenë në drejtim të vendit sejdës. Vendit sejdës. Dhe me thonë, e para qka ishte qëndrimi. E dyta me thonë Allahu Ekber. Bukur. E treta, thot është recitimi suratul Fatiha. Recitimi suratul Fatiha, një pjesë e ulemave, thot është shtyllë. Po se lexove surën Fatiha, s'ki namaz. Një pjesë thot është wajib, është obligim. Po se lexove, namazin e ki tamam, dhe me thonë të pranohet, sepse ka raste si për shembull, disa kur janë nisin më folën fillim, se din surën Fatiha. Ç'a më bota është këta? Nuk e din. Shkojnë falen mashkujt në xhami edhe se din, imami e këndon surën Fatiha, edhe nuk e din, këti I themi derisa ta mëson, vazhdo mu fal, mirë po mësoje. Mësoje sepse është shtyllë e namazit recitimi suratul Fatiha. Shtylla katërt është rukuja, vllazni. Rukuja. Dhe më thonë, mas pari Allahu Ekber, e thu suratul Fatiha, subhaneke Allah, ato duat që bëhen, suratul Fatiha, thuhet një sure, pastaj kur t'i bjen në ruku, që kjo në ruku është shtyllë, po rajen sejdë, ruku nuk e thaj u prish namazi. Ose duhet një rekat me eshtu dhe me bo sevi sejdën. Dhe më thonë, një rekat duhet më shtu, sepse rekati eci. Tjetra është ngritja nga rukuja. Ngritja nga rukuja. Na I kemi po disa hoxhallar, për shembull, çish janë ruku vllazni çështë çish janë. Kur çohen nuk drejtohen drejt çështë. Drejtimi nga rukuja është shtyllë. Mu drejto. Çka bëjnë që çështë? Tash po çona në komune, çështë çish janë rukuve tak edhe për një herë bin në sejdë. Kjo nuk bën. Kjo nuk bën ta hub namazin. Më thonë, mas rukus ngritesh, derisa eshnat në vend të rinë, tamam, semi Allahu liman hamida, drejtohesh mirë, pret pak, pastaj bjerë në sejdë. Pika tjetër është të rënit në sejdë me 7 gjymtyr. Më thonë, hadithi është me 7 gjymtyr, apo me durt, me ball, me kom, dhe më thonë, me këto guinzat, edhe me këmbët. Po ashtu ngritja nga sejdja tash, kur të bish në sejdë, ngritja nga sejdja, duhet me pas një hapësirë, apo? Ngritja nga sejdja, edhe kjo është prej shtyllave. E sidomos, nëse bëhet shpejt, është problem. Është problem, shpejt, sikur geli ku të hanë kollomaq. Nuk bëhet, ai nuk është namaz ajo. Ai nuk është namaz. Pastaj thot ulja mes 2 sejdë, apo she? Dhe më thonë, mas sejdës, aroje në sejdë, pas sejdës, ti pak du të me pushu. Dhe pastaj sejdën e dytë me po. Edhe kjo është shtyllë, pa të cilën nuk bën. Pastaj është shtylla e 9, thot të qenit në gjendje qetësie gjatë të gjithë këtyre akteve, me qenë I qetë. Kada ka dale mu falë. Ka thonë pejgamberi a.s. kur ta recitoni suratul Fatiha, e lexoni ajet për ajet. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Çfarë thot Allah subhanahu wa taala? Më falënderoj Allahu azza wa jall. Kështu është hadithi. Ajeti tjetër, kjo është sipas sunetit, po flasim që gradualisht me I lexu. Ndjekja e rendit vazhdues mes këtyre shtyllave, dëshmi për këtë janë që 2 shtyllat e fundit është hadithin lidhe me njeriu I cili u fal keq. A dini që ka qenë Muhamedi a.s. në xhami dhe ka hi një person. Edhe u fal shpejt. Fatkeqësisht na në Prizren po flasim, qytetet tjera është, në Prishtinë është më mirë, në Prizren e falin shumë shpejt. Edhe ti tash si xhamat, se na si xhamat që falim në xhami aty, kur të mësosh me atë rutinën që falet shpejt imami, të njëjtën rutinë ti kur dush me fal edhe një sunet në shtëpi me boç ashtu. Pse u mësu koka u mësu.
Mase në fund ku ta sheh po shpejt e fala. Ka pas raste, unë vetë po flas, në herë kur me një rrethon caktuar si e kon në xhami, edhe të ka ra mu fal në shpejt, gruaja mrapa ergjen tha shpejt bre fale shumë, Allah s'po di thash. Se u mësum në xhami të u fal në shpejt. Dhe rutina vetë ju po është që shpejt mu fal. Realisht nuk bë mu fal shpejt. Ka dale. Shtoj pak një gjysmë minuti më shumë bre vlla. Edhe hini personin në xhami. Edhe çfarë? U kthy te pejgamberi sa tha ti si e fal. Shkoj u fal për s'dyti herë. U kthy prap i tha ti si e fal tha. Prap tretën herë shkoj, 3 herë u fal Bacaruzhdi. 3 herë. Edhe çfarë i tha ti tha si e fal. Me një hadith tjetër thotë sikur kishte vdekur. Në këtë gjendje kishte me vdekur jashtë ummetit Muhamedit alayhi salam, më thonë në një aspekt nuk është ky namaz sikur ummetit Muhamedit alayhi salam. Edhe tretën herë i tha ja Rasulullah vallahi unë s'dima. Kallzon çish më fal. Edhe i kallzoi çto, unë që pi kallzoi çtash prej hadithit të pejgamberit alayhi salam. Mas pari merr tekbir, qetsojo, e thu subhaneke, pastaj e thu alhamdulillahi rabbil alamin, pastaj e thu një sure, bjerë në ruku që të sohësh mirë, rukuja, vllazni, duhet më bo 90 shkallë. 90 shkallë. 90 shkallë. As durt nuk duhet më bo kështu, po duhet më bo drejt. 90, qështu. Sa që me një hadith thuhet, mja pasqit gotën me ujë kish nejt. Koka duhet më konë drejt, s'duhet më qua as kështu, drejt. Dhe në drejtim të sejdës. Po dalish para Allah të vllaja. Sahabët e pejgamberit alayhi salam para se me dal namaz kur kanë marr abdes janë sarritu në fytyrë. Pse janë sarritu në fytyrë? Ku po dalin? Po dalin para Allah subhanahu wa taala. E ti unë ku çkim te shefi, pastrohemi, lahemi, parfymosërmi, për kom po dalish për shefin. Çka ka me të bësh shefi? S'pranon punë. Ndërsa para Allah subhanahu wa taala e tu dalate. Edhe ata, po ata kanë qenë sahabi. Para të arsye Allah ka thonë ata janë të kënaqur me Allahun dhe Allah është i kënaqur me ta. Edhe Muhamedi sallallahu i tregon në çfarë forme me fal namazin. Shtylla 11 dhe 12 është teshehudi i fundit është një shtyllë e detyrueshme. Pse po e potencon teshehudi i fundit? Se teshehudi i parë nuk është shtyllë. Nëse jo është 4 rekate namazit, dreka i qindia akşam yatsia, akşami 3 rekate. Po këto janë ka 2 teshehude apo ka 2 ulje. Ulja e parë nuk është shtyllë. Nëse harron qosh në tretën, edhe një dobi po e ceki. Harrove, u qove në tretën, duke u ngrit në tretën, të tha dikush subhanallah, zbrit poshtë. Nëse tamam veç je ngrit në rekatën e tretë, Allahu Ekber, që atëherë ju ka tek xhamatit me thonë subhanallah, u kry mos, nuk zbresish poshtë, ma. Vazhdojsh. Ama tu ngrit, nëse je tu ngrit, thot subhanallah, për njerë zbret, thot Sheikh Uthejmini. Në duhet me zbrit për njerë poshtë. Edhe me vazhdu, dhe thot, sepse që kjo e para, ulja e parë është wajib, detyrim, po so shtyllë. E ka dallim mes shtyllës edhe wajibit. Shtylla ta prish namazin. Duhet me shtuar një rekat apo ta prish. Ndërsa detyrimi wajibi nuk ta prish namazin. Vetëm me bën se sejdën. Edhe kryet puna. Dhe pse duhet me ngu edhe një herë dersin ndoshta, se pak të përzime janë, po janë vallahi duhet me ditë këtë sene. Sepse ka mundësi, mundesh me falni namazën së pranohet. Nuk e din kur me bo se sejdën, nuk e din kur mos me bo. Për atë arsye pinqizojmë që edhe një herë mi qita të në grup, edhe një herë mi ngu, edhe mu konë të kujdesshëm namaz, se çështja por vllaznin, ditën e gjykimit, që Allah subhanahu wa ta'ala ka me namar, është namazi. A dini që mesin e djetarve ka pas i ihtilaf, mos marrëveshje, a o musliman aso musliman, çështja është e rrezikshme, na piflosim të fjallë, se këtë jemi namazli, alhamdulillah 5 vakët li. Mirë, po çështja e rrezikshme është namazi. Nuk bën muslimani pa namaz. Nëse na falim namaz, nuk falin gratë tona, duhet mi urdhnu me fal. Sepse pejgamberi sa ka thonë, gruaja është në dinin e burrit, duhet mi urdhnu fëmijët moshën 7 vjeçare, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Jo që marrin gjuna nëse nuk falin namaz. Ama mi mësu në atë kontekstin, jo vallahi thash 3 herë që aty gruas s'po don ajo punën e vet, unë punën time, s'shkon kjo punë, duhet me këshillu, tankon me këshillu.
Apo do më kone i grua me mund gjenneti, po fale namazin. Ku do ti pa namaz më shku? Pastaj thot, e fundit është shtylla 13 dhe 14 është salavatet dhe selami. Salavatet i dinin në fund, që duhet me i thonë, edhe thot selami me dhonë selam, që të janë shtylla që pa të cilën namazin nuk ban bie poshtë, batil bëhet. Tash i kemi wajibet, nevojat, obligimet. Nëse nuk e bën, duhet se vëjsejtë dhe rregullohet çështja. E para është gjitha tekbiret përveç tekbirit fillestar që tham. Fillim a tham që shtyllë është Allahu Ekber me thonë, pa të cilën nuk hiq namaz. Ndërsa Allahu Ekber të tjerat janë wajibe. Për shembull kur të ngritemi mas qiyamës, a jemi çështot, kur të bim në ruku, duhet me thonë Allahu Ekber, apo? Po që s'tham, rom pa thonë Allahu Ekber. A i humbe namazin? Jo. Nëse ke haru Allahu Ekber me thonë, atëre në fund namazit e bën se visejtën. Në fund namazit e bën se visejtën. Gjitha tekbiret, kretë Allahu Ekber, gjatë namazit, nëse nuk thuen, vetëm me se visejtë, e plotëson qëtë Allahu Ekber, tekbirin. Të thënit Subhane Rabbil Azim, kur jemi në ruku. Nëse jemi në ruku, edhe haron me thonë Subhane Rabbil Azim, rinë ruku, kjo me nejtë në ruku, që kje shtyllë, apo? Nëse nuk e bën, s'ka namaz. Po që rojë në ruku edhe nuk e thaje Subhane Rabbil Azim. Atëhere, duhet me bo në fund se visejtë. Se visejtëja, dhe me thonë, ka hadithe ku pejgamberi sa me ka bo para selamit edhe pas selamit. Nëse nuk e dini se visejtëja bo sejtëja harrisës tuat, krejti thonë e tehiatin, salavatet, me thonë në fund këtë Rabbena atina fit dunya hasanatan, deri në fund, pak para selamit, i jepni 2 se visejtëde i bëni. 2 se visejtëde, pas të i thoni selamu alaikum. Që kjo është e para. E dyta, kryet krejt namazi, i bëni 2 se visejtëde. Që të dyat i ka bo Muhamedi a.s. Ka pas raste, kur një sahabi dhul jedejn, durët e gjata i ka pas, edhe Muhamedi a.s. e ka ngatru, jo e ka ngatru, në të kontekstin ka harru, ka shtu në namaz. Edhe sahabi tjerë ju ka armare me i thonë pejgamberit a.s. Ky dhul jedejn i ka thonë, ja Resulallah, thot, a harrove, a shtove, a qka u bon, a u shtu namazi, a thot, as harrove, as nuk u shtu. Po tha, i fali që ka që rekate. Atër tha, hajde edhe njëherë, po bëjmë se visejtëde. Fatkeqësisht të na kur gabojnë namaz, edhe një për fillimit janë si namazit. Po pse për fillimit u ti ke falë rekate? Mas ezan, mas... Tash, çështja është nëse të karon mend më vonë, ndoshta për vetit i bush me bo, po për xhamatin Allah i nimov xhamatin se nuk e dit, nuk e kanë ditë dhe nuk ka problem inshallah taala. Pastaj semi Allahu liman hamida, edhe kjo është wajib, nuk është shtyll. Kur të qohësh, çështo, kjo është shtyll. Thënia semi Allahu liman hamida është wajib. Po se thaje, duhet me bo se visejtëde. Pastaj thot Rabbena wa lakal hamd, që e themi, semi Allahu liman hamida, Rabbena wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, që duhet me vazhdu ato, që kjo Rabbena wa lakal hamd është wajib. Nëse nuk bot, duhet me bo se visejtëde. Pastaj thot Subhane Rabbiyal Ala, me bon sejtëde, apo me ron sejtëde o shtyll, veprimi fizik. Po me thonë që to është wajib. Kush se thot, du të mi bo se visejtëde. Në fund, pastaj thot Rabbi këfirli, në mes 2 sejtëdeve, edhe këto du të me bo, veprimi është shtyll, veprimi fizik. Ndërsa thënja Rabbi këfirli, është wajib. Dhe thot të shëhudi i par, apeshe a tham, të shëhudi i par. Të shëhudi i par qka? Që e ullja a par edhe ajo e të hijati. Që e para qka është? është wajib. E dyta është çka është? Shtyll. Apo është shtyll. Te e para nëse ngatron, atër në fund i bën sevi sejdën, ulja gjatë të shehudi i parë edhe ulja gjatë. Po ashtu urdhërëfyesi me një hershëm referimi, çka i kemi shpjegu shpejt e shpejt tash po i tregoj. E para kushtet e namazit, e dyta ke shtyllat e namazit dhe e treta ke vajibet. Mirë, edhe një herë.
shtyll kushtet e namazit kanë. Personi duhet me qenë musliman. E dyta duhet me pas mendje të shëndosh, mos me qenë budall. E treta është i moshës madhore. E katërta thot duhet me pas abdest apo gusull. E pesta s'bën me pas papastërti në trup. E gjashta duhet me mbulu auretin. Apo keni pa për shembull disa fatkeqësisht falin namaz në xhumo edhe i del avreti poshtë. S'pranohet namazi. Pastaj thot, i gjithë trupi duhet të jetë kthyer ka kibla dhe e teta ai duhet ta ketë qëllimin për namazin në zemrën e tij në jetën. Çto janë 9 pika para namazit. Çto para namazit smush me namaz pa çto 9. Mirë. Na e cekëm drejtimi i kiblës. Bukur, nëse ke hulumtu, ka është kibla. E ke fal kibla që kënej. Ti ke hulumtu, ke pyet edhe je fal mrapa ani. Masi që je fal e ki marrë vesh që si je fal drejtimi i kiblës. Atë pranohet namazi? Po. Se ki pas atë qëllim ti. Ama me qëllim nëse falësh, këne, ja be le, që ne po falë, se so problema, po këpëta. Atër nuk ki namaz. Mirë po, pejgamberi sa ka thënë ma bejnë al-mashriq wal maghrib kible. Thot, ajo që ka është mes lindjes dhe perëndimit është kible. Më thëmë një aspekt që kjo e para na, se na dhe qëtu që jemi, çdo centimetër s'mujmë ja të rezit, veç pak me livrit na e dalashitim kiblem, apo? Së është larë kibla. Atëre qka është përballë nesh është kible me një aspekt. Më mundu tash janë aplikacionet të ndryshme shkallët që drejtohesh, dhe më thonë njërë të drejt për drejt, po prapë së një qëllan. Se qabja është e vogël, nuk është e madhe. E parameno për shembull me një qytet tjetër, më kanë edhe më drejtu tamam nuk ja të rezit si, po ja të rezit pak pamjen e, dhe më thonë që e ki përballë ata. Këto ishin 9 kushtet e namazit. Tash i kemi 14 kushtet që i shtyllat që i cekëm sonde. E para, çka ishte? Qëndrimi në këmbë, apo? Me nejt në këmbë. E dyta thot tekbiri, Allahu Ekber. E treta Fatihaja, rukuja, ngritja për rukus, të rënit përmbys në sejdë 7 gjymtyr. Ngritja nga kjo, ulja mes 2 sejdëve, qenit i qetë mes shtyllave, mbajtja rendit të njëjtë, të shehudi i fundit, jo i pari. Pastaj thot ulja gjatë të shehudit të fundit, dërgimi salavatit për pejgamberin alayhis salam, edhe assalamu alaikum. Çto ishin çka i sqarum sonte. Edhe e fundit është vaxhipi, vaxhipet janë 8, thot gjitha tekbirat përveç të parës. Subhana rabbil azim ruku, semi Allahu liman hamida, rabbana walakal hamd, subhana rabbil ala, thot rabbik firli të shehudi i parë dhe ulja në të shehudin e parë. Këto ishin vaxhipet për të cilën duhet me bo sehu i sejdë që me i plotësu që shkon hadithet pejgamberit alayhis salam apo dietar që kanë komentuar se sehu i sejdja harresës bëhet nëse shton namaz, nëse pakson apo ki shak, ki dyshim. Nëse ki dyshim 3-4, këtë unë bazë më shumë, ka po anon edhe bënë një sehu i sejdë atë dyshimin shejtanit mja hek. Atë dyshimin mja hek shejtanit, edhe një dobi tek çështja e abdestit namaz, shumë ka prej vllaznive që kanë vezvese të abdestit, e sidomos kur janë në namaz, i bën vezvese shejtani e prish abdestin se prish abdestin. Muhamedi alayhis salam me një fjalë të ka mësu edhe të ka thonë, mos dilni prej namazit derisa dëgjoni zhurmë prej gazrave ose erë. Nëse nuk i dëgjoni këto të dyjat, mos e prishni namazin, sepse kjo është vezvese për shejtanit. Se ka raste për shembull, bish në ruku apo bjen sejdë, vjen shejtani mrapa, ta bën një lloj si lëvizje kështu tak ta bën. Kishe e prish abdestin. Mos i dëgjoni këto gjëra, edhe mos i kushtoni rëndësi, sepse shejtani munohet me të bëjë vezvese, sa që ka prej vllaznive me 15-20 gjys ore rrin në WC, në banjo, për me marr abdest, jo e lajta, jo se lajta, jo e preka, jo se preka. E Muhamedi alayhis salam vllazni, a e dini që me disa grushta ka marr gusull? A e dini? Është e paparashikueshme për neve kjo. Gusull, jo abdest. Gusull ka marr me disa grushta. E na e morim tushin aty, krejt tushin edhe thojmë s'kom abdest në fund, s'kom gusull. Vezvese. Është një shekh i Jordanit, Shekh Ebul Yusrit, edhe e kallëzon një video e kallëzon që me marr abdest. Vllazni, a dini ato gotat, jo çto gotat.
Jo ato gotat që pishim ujna, ato gotat të na, ato të bordha që në plastikës. Veç pjesën e naltme që ka marrë abdest. Qysh ka marrë abdest? E qëtë pak ujë qëto, edhe me qatë ujë e ja bën shtët. Nuk do me thonë që ujë me qitë krejtë kështo. Veç pak e qëtë këtë ujë, edhe me qëtë dorë e merë abdest që mos me pas israf, mos me shpenzu. Ujën mos me shpenzu. Njerëzit në për vendet të ndryshme të muslimanëve nuk kanë ujë. Na kemi ujë dhe duhet mos me bo israf. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.